Festimet e përvjetorëve të mbrëmjeve të maturës janë një traditë që vijoi këtë verë në Pogradec. Stacion kryesor ka qenë ambienti i gjimnazit Muharrem Çollaku në qytet apo lokale të ndryshme, pranë të cilëve ka vijuar festa e miqësisë që ka zënë re nga vitet e bukura të shkollës së mesme. Përvjetorët janë momente që na risjellin kujtime, histori të shumta dhe nostalgji. Shoqëria e shkollës së mesme, pavarësisht rrethanave të jetës, mbetet e paharruar, e shpeshherë dhe e palëkundur. Në këto mbrëmje të pranishëm ishin pothuajse gjenerata të ndryshme, disa nga mësuesit e tyre ndër vite dhe vetë ish maturantët, protagonistë të festave. Disa ish maturantë tashmë kanë ndëruar jetë, por edhe një pjesë mësuesish tashmë nuk ndodhen më mes tyre. Organizimi i tubimeve të tilla në shënimin e këtyre përvjetorëve ka për qëllim fuqizimin e shoqërisë dhe raporteve të ndërsjellta, si dhe transmetimin e kësaj fryme miqësore të sinqertë dhe afrimiteti tek gjeneratat e reja.